Informohuni me Zhurma TV. Bëni subscribe për më shumë video. Arma e të doptit. Pas incidentit me bujakën, reagojnë ashpër familjarët e Sarës. Sfida e mbrëmshme për imunitet në ferm ka lënë pas një shije të hidhur dhe një valë të madhe polemikash që kanë kaluar kufi të shtëpisë. Ndonë se DJ Bujaka u shpall fituesi i lojës, mënyra se si u arrit ky triumf është vënë në pikpyetje të madhe nga banorët, tashmë edhe nga familjarët e konkurrentëve. Gjatë lojës, Sara Karaj akuzoi hapur Bujakën për përdorim të forcës fizike dhe goditje për të çarë rrugën drejt fitores, një qëndrim ky që u mbështet fuqishëm edhe nga Ilir Shaqiri dhe Blerina brenda fermës. Por reagimi më i ashpër ka ardhur nga jashtë, ku familjarët që menaxhojnë rrjetet sociale të Sarës kanë lëshuar një deklaratë të fortë. Përmes një postimi në Instagram, familjarët e Sarës kanë dënuar jo vetëm veprimin fizik gjatë lojës, por mbi të gjitha mungesën e ndjeshmërisë dhe empatisë pas incidentit. Sipas tyre, kampioni dhe rrethi i tij shoqëror reaguan me tallje dhe përqeshje në vend që të tregonin njerëzilik. Asnjë reagim, asnjë sije pas një dëmtimi që mund të kishte shkuar edhe më keq. Askush nuk po konteston fitoren, por forca e përdorur në lojë dhe mungesa e ndjeshmërisë edhe pas saj nuk tregojnë forcë karakteri. Më e rënda nuk ishte vetëm goditja, por indiferenca pas saj. Njeriu nuk tregohet në momentin që fiton, por në mënyrën si sillet me tjetrin pasi e ka rrëzuar. Fituesi i vërtet është ai që di të zgjasë dorën dhe jo të gëzojë kur tjetri lëndohet. Mbetet për t'u parë nëse ky incident do të adresohet sërish nga produksioni në ditët në vijim apo jo.